Çdo fëmijë ka të drejtë të luajë, të lëvizë, të ëndrrojë, të ndihet pjesë e një ekipe. Mirëpo, pjesëmarrja nuk është e lehtë. Për shumë fëmijë, sporti dikur ishte vetëm për t'u parë nga larg. Ndryshimet e vogla në qasje dhe në fushë sjellën dallim të madh në vetbesimin dhe përfshirjen e fëmijëve. Ma herët vetëm i shikoja të tjerët të luajtur basketboll. Tash po luaj basketboll me të tjerët, po ndihem pjesë e ekipit. Do të ishte mirë çdo fëmijë në Kosovë të ketë mundësi të luajë si unë sot. Në çdo shkollë, sporti duhet të mësojë fëmijëve të respektojnë, të ndihmojnë dhe të besojnë tek njëri tjetri. Për të adresuar këtë, Save the Children, mbështetur nga UEFA, ka pajisur shkollën Mati Logorici në Prizren, Skënderbeu në Mitrovic dhe Gjemal Kada në Pej, përveç tjerash edhe me pajisje të qasshme sportive. Këto aktiviteti i kemi dizajnuar bashkë me Save the Children, që t'i përshtatim për secilin fëmijë. Shpesh mungon mbështetja dhe trajnimi për mësimdhënësit, por këto përvoja na mësojnë që edhe me pak krimtari dhe bashkëpunim mund të përfshijmë secilin fëmijë. Kur fëmijët mësojnë të luajnë bashkë, mësojnë edhe të respektojnë njëri tjetrin. E për mua, kjo është fitoria më e madhe. Ne duhet të sigurohemi që çdo shkollë në Kosovë të ofrojë këtë mundësi, fëmijët në qendër. Përmes sportit, fëmijët mësojnë përfshirjen, barazinë dhe bashkëpunimin, vlera që shkojnë përtej fushës. Këtu luajnë të gjithë bashkë, askush nuk mbetet jashtë. Në lojë nuk ka rëndësi se kush je apo nga vjen. E kështu do të doja që të ishte çdo ku. Klubi jonë është themeluar në vitin 2023, deri më tani ka 20 lojtarë aktiv. Federata e futbollit e Kosovës udhëheq me shembull duke mbështetur ekipet kombëtare të lojtarëve me aftësi të kufizuara që përfaqësojnë vendin me krenari. Programet e UEFA-s, të cilat ofrojnë mbështetje maksimale për personat me nevoja të veçanta, ndahen në dy pjesë. Është programi i UEFA Grassroots dhe UEFA Social Responsibility ose programi për përgjegjësi sociale. UEFA Grassroots ofron mbështetje në bashkëpunim me shkollat për të gjithë personat në nivelin e olt ose amateur futboll, ndërsa programi për përgjegjësi sociale ofron mbështetje në nivelin e ekipeve kombëtare. Futbolli të amputuarve është për personat të cilat kanë gjymtyrë të amputuarve, siç janë këmbët, lojtarët ose për tjera duhet të jenë të amputuar në dorë. Ky sport ja ka filluar në fund të vitit 1990 dhe është në rritje e sipër. Kosova këtë ekip e ka krijuar në vitin 2023. Deri më tani kemi 18 lojtarë nga gjitha trevat e Kosovës, bëjmë stërvitje rregullisht çdo javë. Mirë po kemi nevojë për prurje të reja, po kërkojmë lojtarë të ri dhe nëse je person me amputim në këmbë ose në duar, të ftojmë të marrësh pjesë në klubin tonë. Sporti gjithëpërfshirës fillon në shkollë, por ndikimi i tij vazhdon përtej saj, në komunitet, në jetë, në mënyrën se si e shohim njëri tjetrin.